femrat, kjo dukuri është më e theksuar. Për shkak se aty është lufta e denigrimit dhe aty është luftja që shejtani e bën për me prish moralin e një shoqëri. Allahu xhalla xhelalu na drejtohet dhe na thot: "Ya bani Adam, o bita Ademit, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum wa risha, wa libasu at-taqwa dhalika khair." O bita Ademit, ju ka zbrit Zoti juve, ju kam zbrit juve robe tesha që i mbuloni pjesë e turpëve të juve dhe janë zbukurim për juve. Allahu po thot zbukurim është me mlu trupin, e na pitojmi është civilizim, është zbukurim me zhvesh trupin. Pastaj Allahu xhalla xhelalu tregon të ndërruar se njëna prej punëve të para që shejtani e ka bëu kur ka zbrit njerin tokë, ka tentuar dhe ka arritur me ja zbuluar pjesët e turpëve. Se këtu fillon degenerimi. E pastaj nëse vazhdon nuk ka thonë mo. Allahu xhalla xhelalu thot pastaj: "Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." O bita Ademit, mos ju mashtroj juve shejtani çysh e ka mashtruar babën e juve Ademit, të cilën e nxorrin nga xheneti dhe pastaj kur zbritin tokë ja zbuloi pjesë të turpshme të tij.